në momentin kur po bëja vizitën bashkë me kolegët, po nuk më dëgjoj zërin, por po shikoja grafinë e këto tjera, ekzaminimet e tjera me radhë, dhe pastaj shkoj dhe po flisnim me një pacient tjetër në reanimacion. Kur djali thot, doktore Shalma? Je doktore Shalma? Vetëm nga që më dëgjoj zërin. Po, i thash unë. Doja në aparaturën që më keni vënë, vetëm zërin tënd kam në mendje, hapi sytë dhe të them drejtën, më ka ngelur, thanë, kam dominant zërin tënd në vesh dhe më dukeshte në ëndra sikur më nxirnit krimba nga mushkrit. Me thënë drejtën, ishte befasuese ajo që tha, edhe patjetër gëzim për gjithë ne, për gjithë stafin, se thash, është punë që bëhet të jashtëzakonshme dhe është punë që jo vetëm nga mjekët, por stafi infermieror është i padiskutueshëm në mbështetjen për të bërë punë kaq të mira.